Shqipëria rënditet e dyta për numrin më të lartë të diplomuarve për IT për 100.000 banor, por nga ana tjetër vendi ynë ka pagat më të ulta në këtë sektor. Një person i punësuar në IT në vendin tonë paguhet mesatarisht sipas të dhënave të Instat 1.100 euro, ndërkohë në rajon mesatarisht kjo paga arrin në 2.115 euro. Nga viti 2018 në Shqipëri të diplomuarit për IT kanë ardhur në rritje krahasuar me rajonin, por ndërkohë vendi ynë ka pagat më të ulta në këtë sektor. Shqipëria rënditet e dyta për numrin e të diplomuarve në IT për 100.000 banor. Paga mesatare të punësuarve në këtë sektor sipas Instat është 1.100 euro, ndërkohë që paga mesatare në rajon është 2.115 euro. Shtetet me pagat më të larta janë Lituania dhe Estonia, ndërkohë që Shqipëria, Kosova dhe Azerbajxhani janë vendet me pagat 2.5 herë më të ulta se rajoni. Nga viti 2018 deri në vitin 2022, numri të punësuarve në sektorin e TIK-ut është rritur nga 16.195 në vitin 2021 në 18.377 në vitin 2022. Të dhënat e nxjerra nga indeksi i konkurrueshmërisë së IT-s tregojnë se Shqipëria rënditet në vendin e 21 nga 23 vende për kategorinë e talenteve me rezultatin 10.06. Pavarësisht këtyre luhatjeve, eksporti i shërbimeve të TIK, duke përfshirë shërbimet kompjuterike, është rritur vazhdimisht ndër vite. Në vitin 2018, eksporti i shërbimeve të TIK ishte me vlerë 68.4 milion euro, duke u rritur në 155.3 milion euro në vitin 2022. Po ashtu dhe eksporti i shërbimeve kompjuterike ka pasur një rritje të ndjeshme nga 37.5 milion euro në 2018 në 140.1 milion euro në vitin 2022.